thot Allahu Gjellëshanuhu, wa nufikha fi s-suri sa'iqa man fi s-samawati wa man fi l-ardi illa man sha Allah. Dhe kur I frihet surit, çdo gjë bie e vdekur, çdo gjë që është në qiell dhe në tokë bie e vdekur. Illa man sha Allah, përveç se atë që dëshiron Zoti I mëdhëruar. Allahu Gjellëshanuhu, përderisa e shkatron këtë dunja, I drejtohet, më falni, melekut të vdekjes, Azrailit duke I thënë: O Azrail, kush ka mbetur në tokë? Thot: O Zoti I Madh, në tokë ka mbetur Gjebraili, Israfili, Mikaili dhe unë robi it. Thot: merrja shpirtin Gjebrailit. Dhe meleku I vdekjes ja merr shpirtin Gjebrailit dhe Allahu Gjellëshanuhu e pyet se kush ka mbetur. Në këtë gjithësi, thot: ka mbetur meleku Azrail, Mikail dhe unë robi it, o Zoti jem. Pasi që ky komunikim bëhet mes melekut të vdekjes dhe Allahu Gjellëshanuhu dhe përderisa meleku I vdekjes ja merr shpirtin Gjebrailit tam në fillim, masandej Israfilit, masandej Mikailit, dhe në fund I drejtohet melekut të vdekjes duke I thënë: O meleku I vdekjes, kush ka mbet gjallë në këtë gjithësi? Thot: unë, o Zoti im. Thot: merrja shpirtin vetes tande. Dhe meleku I vdekjes ja merr shpirtin e vet, dhe Allahu Gjellëshanuhu thot: limenil mulkul jaum lillahil wahidil qahhar. I kuj është pushteti sot? Lillahil wahidil qahhar. Dhe Allahu Gjellëshanuhu thot: I të vetmit Zot që është I plot fuqishëm. I nderuar I vëllai, nëse këtë adhurim e praktikojmë, atëherë sado që ngathet, ecim, do që arrijmë qëllimin. Por njeriu I cili nuk e përjeton këtë adhurim, respektivisht nuk mediton, sado shpejt që ecë në këtë dunja, dinja se nuk do të arrijë qëllimit dhe destinacionit të kërkuar. Prandaj lutim Zotin Gjellëshanuhu që këtë adhurim na vendoje në zemrat tona, e përmes këtij adhurimit ta njohim edhe më shumë madhështinë e Zotit Gjellëshanuhu, të na shtohet imani dhe në këtë mënyrë të jetojmë si besimtar ashtu siç kërkon Zoti Gjellëshanuhu nga njerëzit në përgjithësi.